Pyetje e fusharzit po ofrojnë pamje fantastike nga një realitet jo i prekshëm. Vendosja e disa kamerave kurth përgjatë të ashtu quajturit korridori ekologjik Fusharrëz i Balle ka treguar se bota e egër po i kthehet habitatit. Eksperti mjedisor Artmir Doda shpreh i lumtur me dy monitorimet e para të botës së egër përgjatë kësaj hapësire pyjore, teksa shton se është konstatuar një shumëllojshmëri e prezencës së kafshëve të egra. Ne po kryjmë monitorimin e kafshëve të egra në korridorin ekologjik Fusharrëz i Balle. Është pjesa që lidh malin e Munellës për parkun natyror të Munellës me i Ballën deri në pjesën e Alpeve dhe gjatë këtij monitorimi kemi vënë në re prezencën e lartë të specieve të ndryshme siç është derri i egër, ariu i murrëm, kunallja, baldosa, maca e egër, lepuri edhe dhelpra. Kjo gjë dëshmon që ky korridor ka një rëndësi të veçantë për kafshët e egër, lëvizjen e tij. Ne falenderojmë CVNP-n për mbështetjen që na ka dhënë në kryen e këtij monitorimi. Specialistët e pyjeve kanë pritshmëri ende teksa shpresojnë se në monitorimet në vijim ata mund të kenë do filmuar dhe specie në zhdukje të rrëqepullit të Ballkanit, individ të cilit mendohet të jenë banor të kësaj hapësire dhe masivit të mbrojtur pyjor të Munellës. Është monitorimi i parë dhe janë kryer dy monitorime, presim që edhe monitorimin e tretë të shikojmë dhe shpresojmë që kamerat kurth që i kemi vendosur të kenë kapur edhe rrëqepullin e Ballkanit, i cili është një specie shumë e rrallë. Ekonomia pyjore e Pukës dhe Fusharzit me një sipërfaqe prej 95.000 hektar pyje konsiderohet si më e pasura në vend sa i përket pranisë së kafshëve të egra, pjesë e të cilave është dhe rrëqepulli i Ballkanit.